Sot një ditë më e veçantë me grupin e profesionistëve të rinj në fushën e udhërrëfimit turistik. Ne si praktik, si Bashki Lezhë, si instanca drejt që bëjmë programe për turizëm, mendojmë që edhe këtë vit bashkë me agjencinë e certifikuar për të trajnuar guida turistike Poseidon Travel, ne realizum kursin e dytë për guide turistike. Sot kemi arrit në përmbyllje të këtij kursi, në këtij programi që me një kontingjent shumë të mirë, jo pse jeni këtu për një kontingjent tepër me nivel, që edhe për Lezhën ka me kanë, po edhe për kretë rajonin si Shkodër, po edhe kretë rajonin verior, edhe kretë shqiptarinë, sepse kursi është certifikim kombëtar, nuk e ka vetëm lokal. Dhe këto guida kanë me kanë nesër interes për të kriju itinerare të tyre përveç Lezhës, po edhe në Shkodër, duke ndërlidhur edhe kretë turizmin rajonal verior, por edhe kretë kombëtar. Është me interes për Bashkinë Lezhë, është me interes për turizëm, është me interes edhe për ato apasionuar që jeni ju për dëshirën që keni për të punuar turizëm. Janë asetet kulturore, janë asetet natyrore që ne mundohemi me to të krijojmë programe, po jeni edhe ju që keni dëshirë për të punuar turizëm. Ky bashkëveprim shumë i bukur mes këtyre asete, mes burime njerëzore, sjell edhe zhvillime në zonë, por edhe sjell edhe përfitime nesër edhe për ju për turizëm. Kështu që unë ju uroj suksese në vijshmërinë e punës tuaj, sepse është shumë e mirë të punosh për turizëm, të krijosh atë dëshirën tënde që me vendin tënd, me kulturën tënde, krijosh edhe përfitime për të krijuar edhe një jetë sa më të qëndrueshme. Kështu që unë ju falenderoj për një kohë shumë bukur që kaluam bashkë. Ishte grup që na keni lënë mresa, edhe ju uroj suksese gjithë secilit për të vazhduar karrierën tuaj dhe do jena avokat i mbrojtës se si edhe me ju dhënë mundësinë mu integru nesër në karrierë. Faleminderit gjithë secilit. Me Hilden, edhe falenderoj shumë kur e kemi nis këtë projekt në Lezhë. E kemi nis me një grup, në fillim të grup jo të vogël, 10 veta, shumë të mirë, por sinqerisht pa desht me minimizuar rëndësinë atyre ose me rrit vlerën tuaj, realisht ju jeni grupi më i mirë që kemi pas fatin për të bashkëndarë me ju, s'po them për të dhënë leksione, por për të bashkëndarë dije me ju. Do të vazhdojmë prapë normalisht, do ndalemi këtu. Nuk do të marrim me ngut, interesi vazhdon gjithnjë të rrit, nga që kemi mediatizuar shumë, nga që kanë pa edhe produktin që ka dalë në treg, por produkt më i mirë që do dalë kësaj radhe me ju, nuk besoj se mund dalin ndoshta edhe me grupe tjera që do vinë. Mos t'ju bëj qefi, por realisht do them edhe shpirtërisht kam për ta marrë malli për ju, i pjesës që ne për i po. Këtë e tha, shpresoj që ta shijoni këtë diplomën, certifikatën, mos ta lini thjesht në zyrtar ose në mur për ta parë, por ta shfrytëzoni, sepse vërtet ja vlen. Dhe shansi juaj ishte që bashkia ka sponsorizuar ato 50% që në Tiranë as s'bëhet fjalë, jo në Tiranë, po deri më sot dhe në Berat dhe në Korçë ku kam certifikuar, nuk ka ndodhur që të ketë një sponsorizim nga bashkia. Kështu që është shansi juaj shumë i mirë, shfrytëzojeni. Edhe suksesa. Faleminderit. Për të dhënë certifikatën. Faleminderit. Dorela, do vishto marrësh? Faleminderit shpirt. Sukses. Faleminderit. Suksese të përshëndesim. Faleminderit, respekt. Përgësia jone, suksese. Suksese të përshëndesim. Keni qenë të tre shumë korrekt, edhe ishte shumë knaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Egzosh. Suksese, pjesë marë. Rrugu Kolecës nga ka hekta, më bjerë me burrin. Ka, të që e di se keni nuse, po. Nuse jo të ka. Kate marim, profesor. Faleminderit. Suksese. Faleminderit ty, suksese. Ta marrë shto edhe ta bëjmë foto. Edhe shumë zbona foto, sa në Suksesa. Suksese. Nëse më lejo 2 fjalë, qërisht është ndërditët më të veçanta për mua, por dhe për gjithë grupin. Në mënyrë të veçantë falenderoj lektorët, të cilët në jo pak raste edhe i kemi bezdisur, por kemi mësuar shumë gjëra prej tyre. Realisht, unë kam mësuar shumë gjëra dhe të gjithë së bashku kemi mësuar shumë gjëra. Meriton një vëmendje të veçantë, ashtu siç e tha dhe profesoresha, mbështetja që i ka dhënë Bashkia e Lezhës përmes kryetarit zoti Perindeu. Ishte një mbështetje vërtet i suport mjaft i madh. Së bashku do të mbetemi në këtë grup,
por në bashkëpunim me projekte dhe ide të reja. Edhe një herë, faleminderit. Suksese. Suksese, Marsin. Territorin e ketë mirë me dhe të punu, shalë të mori mirë. Faleminderit. Suksese. Sukses të bëjtë morë. Do dëshiroja dhe unë që të falenderoja përzemërsisht të tre lektoret për gjithë shka që kanë bashkëndarë gjatë këtij trajnimi disa mujor. Kanë qenë disa leksione shumë të vlefshme. Dhe uroj secili nga ne që të jenë më të vërtet jo vetëm udhërrëfyes, por misionar të përcjelljes së traditës, kulturës, historisë dhe turizmit, jo vetëm të rajonit të Lezhës, Shkodrës dhe Shqipërisë. Pasi gjithë udhërrëfyesit jemi më të vërtet ata që ne duhet të promovojmë këto vlera turistike, natyrisht në bashkëpunim dhe me media, duke qenë se vite nga fusha e medias. Dhe uroj gjithë suksese dhe le ta vëmë këtë në dije, pra që kemi marrë ti zbatojmë në projektet tona në bashkëpunim me institucionet apo dhe operatorët turistik. Faleminderit. Suksese të bëjtë morë. Suksese të esë morë. Shumë faleminderit për gjitha. Suksese. Pavle, non si gjëre dalim atje?